Me 15 mars, ditë kur shënohet edhe dita ndërkombëtare e konsumatorit, Kosova do të bojkotojë për supermarketet të cilat pra kanë çmime jo reale apo çmime shumë të ngritura, marrë parasysh mbi standardin jetësor pra në Kosovë. Këtë ka organizuar edhe grupi punues Kosova Bojkoton, ku ne kemi Donika Elshanin këtu, edhe do të na tregojë e do të ndajë informata të tjera me ne. Ne kemi kuptuar disa detaje edhe për një intervistë cilën vetë se e kemi zhvilluar këtu në studio, javë më parë, ku kemi kuptuar se çka është Kosova Bojkoton, por për ata të cilët ndoshta nuk e kanë parë, apo ka humbur biseda, tani do të kuptojmë edhe më tepër detaje, do të shohim nëse kësaj iniciative janë bashkuar edhe më tepër qytetarë të tjerë, apo përqendrohemi edhe më tepër vetëm tek rrjetet sociale, gjitha këto do t'i kuptojmë tani. Mirëmëngjesi, mirë se na jepë. Mirëmëngjesi, edhe faleminderit Koavizionit që po na jep hapësirë mediale për me fol për kampanjën Kosova Bojkoton. Është naci që ju kemi këto, çdo herë në të mirë të shëtarve, tash kur jemi tek çmimet, jemi pikërisht edhe ne ata që përballemi edhe ne blem këto produkte. Na tregoni më tepër pikërisht për këtë iniciativë, do të thotë më 15 mars, çka do të ndodhë dhe pse pikërisht këtë ditë? Atëherë 15 marsi ka me qenë në fakt 15 marsi shënon ditën ndërkombëtare të konsumatorit, edhe kemi përzgjedhur qëllimisht që atë ditë me u organizu bojkoti i radhës. Kjo është bojkoti i 4 që po e organizojmë prej fillimit të vitit. Kemi pas edhe 3 bojkote tjera, të cilat janë organizu gjatë muajit januar dhe shkurt. Edhe do thotë çka e dallon ndoshta këtë bojkotin e radhës është fakti që ka me qenë bojkot rajonal, në kuptimin që edhe iniciativa tjera në rajon, të cilat janë në proces të sipër, në Kroaci, në Maqedoni të Veriut, në Maltëzi, kanë me organizu bojkot për me shënu ditën ndërkombëtare të konsumatorit. Bojkoti ka me qenë, do thotë ka me i targetu të gjitha supermarketet, edhe ne jemi të punu intensivisht, jemi të pas edhe aktivitete në teren, ku jemi të fol me qytetar, jemi të shpërnda fletushka, edhe jemi të mundu me i vedisu lidhun me situatën në cilën gjendemi tash. Sa kanë informata, çka po ndodh dhe që është një grup i tillë në Facebook, edhe a ka mbështetje edhe për tjerëve? Atëre vlen me u cek që në rrjetet sociale po marrim domethënë shumë komente edhe shumë lavdata me thonë prej qytetarëve për iniciativën, edhe çka po shohim është që në baza ditore po shohim shumë postime prej qytetarëve të cilët po raportojnë për çmimet e larta, për mashtrimet që po ndodhin me çmime, do thotë po postojnë fotografi, po postojnë video të ofertave të rreme, edhe është do me thonë një energji po vrejet, edhe ne si grup punus po e vrejmë që kësaj radhe është një mlef, muj me thonë, të qytetarët cilët janë jashtëzakonisht pakënaqur me gjendjen aktuale me çmimet e rrituna në supermarkete. Do me thonë, për mes aktiviteteve në teren, jemi të mundu me i targetu edhe ato, do thot, atë shtres të shoqënisë që nështë nuk janë prezent në rrjetet sociale, pra persona që janë pak më shumë, persona që nështë nuk kanë shumë kohë me shpenzu kohën në rrjetet sociale, apo edhe njerëz që thjesht për një arsye apo tjetër nuk kanë profile. Edhe jemi të bisedu me ta, edhe prej tëne kemi marrë për krajën e tëne, edhe po presim që ky bojkot ka me shku shumë mirë. Ka pas disa bojkote të organizuara, 3 ndoshta deri tash, 3 herë, çush kanë rezultu ato? A ka pas sukses, a ka pas ndonjë lëvizje, ka pas zbritje çmimeve apo jo?
Atëherë mënyra qysh na jemi mundu me matë suksesin e bojkoteve të kalume, është përmes, jo domosdoshmërisht përmes uljes të përfitimeve të supermarketeve, po ma shumë e kemi pasë se qysh kanë reagu këto supermarketet e mdhaja, si pasoj e kampanjes që është zhvillu deri tash, po përveç asaj e kemi matë edhe me përkrajen që e kemi marë prej qytetarëve në përgjithësi. Kur jemi të supermarketet edhe të ndështë reagimi të tëne, kemi pa që shumë prej supermarketeve të mdha e kanë intensifiku aktivitetin e tëne të zbritjeve dhe të ofertave, edhe me raste kemi pa ku jënë targetu produkte specifike për cilat është raportu në grupin tonë në Facebook, për shambull, është raportu për çokolada, për çmimin shumë të naltë të një milk, çokoladës Milka, e cila në krasim për shembull me një shtet në Evropën perëndimore, çmimi të na është shumë më i lartë. Edhe kemi has në kampanja të supermarketeve të cilat i kanë zbrit çmimet edhe mandej të atyne produkteve dhe i kanë promovu tutje. Jo keni fjallën, do të thotë në grupë bisedohet edhe për produkte të tjera bazike, sepse e kom pa edhe disa komentet të tjera që më tepër do të fokusohen edhe tek kjo pjesë, tek ato themelore, ndërsa tek baji, tek sheqeri, tek mielli, qoftë çmimi i bukës apo ushqimeve tjera të cilat në një formë nuk i quajmë luks, e kam fjallën. Saktësisht. Për shkak se mirë që e përmende edhe çokoladën, pa tjetër që posë edhe ato i blejmë ne, por kur jemi të disa çmime të tjera, cilat janë të ngritura dhe na duhen pa tjetër me i pas në tavolinën tonë, këto besoj edhe revoltohen edhe më tepër. Po pa tjetër, saktësisht fokusi është te produktet bazë, edhe kemi, edhe do të thonë, prej aty edhe ka fillu revolta, me thonë, për shkak që produktet bazë jënë bo për shumë qytetarët pa përballueshme, çmimi i vajit, çmimi i qumshtit, do thotë ka pas ngritje të jashtëzakonshme për një periudhë shumë të shkurtë kohore. Po në grup, po postohet edhe për produkte tjera, për shkak të... Bojnë krahasimin. Po bojnë krahasime qoftë me shtetet në rajon, qoftë me shtetet në Evropë në përgjithësi, edhe me të vërtet është një dallim shumë i madh. Kemi pas një rast që në fakt ka bo mjaft buj për mbrenda grupit, edhe ma mërmendja që është raportu edhe në disa portale, lidhun me vajin e ullinit të markës Molini, po m'duket, ku në Kosovë çmimi i tij është 22 euro, nuk e di sa cent, përderisa në Irlandën Veriore është 12 euro e pak cent. Mandej kemi pas rastin e qershijave, okej, është e vërtet që qershia nuk është sezon e qershijave, mirë po, çmimi i 1 kilogram qershi në njënin prej supermarketeve të na ka shku deri në 26 euro. Do thotë jemi të folë për çmime marramendse, të cilat po i mlëfosin shumë qytetarët, edhe unë jam shumë e kënaqur që ata e kanë, ose të paktën që ne po mundohemi me ja ofru një platformë ku mundën me i raportu edhe me i tregu shqetësimet e tëne. Kur është bërë në ato ditë bojkote, a keni pas përkrajen ka qytetarët, a kanë dalë ata me ble në market pikërisht në ato ditë apo jo? Dalja ka qenë e kënaqshme, edhe pse në bojkotet e paraprake kemi qëllu në disa periudha jo shumë të favorshme, bojkoti i parë është zhvillu një ditë pas zgjedhjeve, bojkoti i dytë ka qenë, nëse nuk gaboj, 2 ditë para festës së pavarësisë, kështu që jemi mundu me marë sa ma shumë vëmendje, po nuk ka qenë shumë e lehtë për shkak që ka pas, këto 2 festa e kanë marë vëmendjen, përderisa tash po presim që veç jemi të depërtu shumë ma shumë të qytetarët, edhe po besojmë që kësaj radhe ka me shku shumë ma mirë.
Kjo është thirrje vetëm për marketet, apo edhe më tej, ndoshta tek legjislacionet, tek politikat e tjera që bën sa i përket tregtisë të lirë apo jo? Po, ne kemi fillu do thot si iniciativë si bojkot, mirë po natyrisht që hapi i radhës është me ullë me qeverin e radhës, dhe me thonë qeveria, kur të formohet qeveria, kur të që e formon, me ullë me ta dhe me diskutu se cila duen me qenë hapat e radhës. Qëllimi kryesor i grupit tonë si Kosova Bojkoton është ullja afagjate e çmimeve, edhe na e dim që mënyra e vetme për me u bua ajo është përmes ligjeve, përmes përkatësisht përmes miratimit të ligjit për çmime tavan, i cili kish me i rregullu, do të thonë të paktën çmimet e produkteve bazë, për ata që nuk kanë njohuri për këtë ligj. Në vitin 2023, qeveria e Albin Kurtit e ka kalu ligjin në kuvend, mirë po është që në gjykatë kushtetuese prej opozitës, edhe që ka parashej ligji është që produktet bazë me pas një çmim tavan, përmbi të cilin nuk mundet me kalu do të çmimi, edhe kjo mandej një farë forme e kish rregullu edhe nuk kishim pas çmimet të cilat i kemi tash. Besoj që këto është edhe më tepër fokusi në mënyrë që të vendoset në gjitha vendet dhe në gjitha supermarketet e marketet e tjera, qofshin edhe ato më të vogla të vendosin një çmim tamam real edhe qysh përshtatet me standardin edhe me jetesën në Kosovë, sepse pastaj është e pamundur që të kemi një reagim ndoshta edhe nga vetë supermarketet në këtë rast kur ndoshta nuk dënon apo nuk e përcakton ligjin një gjë të tillë. Edhe diçka tjetër që deshta me cek, përveç domethënë pjesës ligjore, na e kemi shumë të rëndësishme që bizneset cilat po e shkelin ligjin për të drejtat e konsumatorit, duhen me u ndëshku. Pra, këto çmime marramendse janë të jashtëligjshme, edhe ne po insistojmë që organet kompetente me imbajt përgjegjës këto bizneset cilat po e dëmtojnë konsumatorin kosovar. Me qënëse është dita pra 15 mars, ku dhe do të bojkotohen këto supermarkete, dhe është dita e ndërkombëtare e konsumatorit, a kanë konsumatorët një vend ku munden me u anku? Anash grupet e kanë fjallën që raportojnë në një formë dhe ju ndihmojnë edhe juve, a ka një vend tjetër ku konsumatori mundet me u anku edhe realizohet në fakt kjo se vendi është për a merren parasysh këto ankesa, këto kërkesa që i bëjnë? Po, për fat të mirë ekziston një platformë e cila mirëmbahet, ose është në fakt është themeluar dhe mirëmbahet në kuadër të Ministrisë Ekonomisë, të thotë menaxhohet prej departamentit për të drejtat e konsumatorit, edhe në atë platformë e cila ekziston edhe në formën online, po edhe ekziston linja telefonike ku qytetarët munden me thirrje dhe me raportu, e cila është pa pagesë. Faqja po m'duket është konsumatori.net, edhe përmes asaj mundet me u dërgu ankesa, çfarë do lloj ankese që qytetari mundet me pas lidhur me të thotë çmimet, me ndonjë padrejtësi që i është bu gjatë blerjes, do të thotë çfarë do lloj ankese mundet me u dërgu përmes platformës, do të thotë përmes webfaqes apo përmes thirrjes në telefon. Ne kemi si grup i kemi dërgu disa ankesa, edhe kemi qenë shumë surprizum për të mirë, për shkak që kemi marrë përgjigje shumë shpejt, edhe janë adresu ankesat tona, kështu që unë i ftoj krejt qytetarët që përveç raportimit në faqen tonë, në grupin Kosova Bojkoton, me raportu edhe te konsumatori. Atër uroj edhe që këtu të merren patjetër parasysh, edhe uroj që të ketë ndoshta një përkraje edhe më të madhe edhe kjo iniciativë, për ata të cilët e kanë ndjekur tashmë bisedën, edhe i kanë edhe informata që ju duan. Donika, faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për kohën që këndoa me qenë pjesë e emisionit Mëngjesit. Faleminderit shumë, edhe une po i ftoj krejt qytetarët me ju bashku bojkotit, edhe po shpresojmë që ka me shku shumë mirë kësa herë. Uroj, kënaqësi që ju patëm. Faleminderit shumë. Ne tani do të ndalemi tek receta e lindës, e ndjekim këtë recetë, pastaj rikthehemi përsëri në studio.